Ka ndryshu mendimi për përqindje apo jo? Jo, asnjëherë, sepse mendoj se shkon 80% nëse nuk ja vjedhin votat. Përshëndetje. Përshëndetje, Si je? Mirë jemi, ju seni? Mirë, faleminderit. Po du me të pyet si po e sheh këtë fushat këtu zgjedhjes, çysh i sheh edhe një herë? Se në fillim pa të fol, pa të tregu që një përgjigje të lartë vetëvendosjes. Sipas me po mendoj që pasi që po shkuat me 7 qershor prapë për zgjedhje, mendoj se prap do të vjen e njëjta kohje, sepse ashtu do të shkojnë edhe partitë. Kështu që ndoshta do të shkojë edhe 2-3 herë matutje dhe kjo nuk i kontribua as pak Republikës Kosovës, mirë do të ishte me gjendë ndonjë zgjedhje sepse puna më e lehtë që ka qenë zgjedhjet presidenti. Për mas të vujt qytetarët, mas të maltretuan qytetarët në për vota, sepse tani i qajnë halët e veta për tjetu, për të pagu taksat, pagat shijet që janë tulta në Ballkan, dhe kisha mendu që kjo nuk do të qoj Kosovën për para as 1 centimetër. Do të ishte e rrugës që tani ka qenë mirë që bashkarisht ta zgjedhë një president. Kjo do të ishte rruga me pasur dhe me mirë për qytetarët. Edhe një herë. Pse i fiton vetëvendosja zgjedhjet sipas teje? Po mendoj sepse ka fitu sipas me shumë bindje dhe qytetarët tani kanë vrejt që ai po dë ta ngjall Kosovën dhe ta nol pak a shumë edhe hajnin, njerëz të korruptum, sepse njerëz tani po vujnë për kafshat gojës dhe njerëz po i intereson më shumë që të ketë zgjedhje më mirë se të shkohet zgjedhje për shkak të kushteve ekonomike shumë trona, sepse një stres ka mjaft, një stres ka shumë pak, shtresa tret jetë edhe më lart për luks, domthon njerëz janë egërsu, njerëz janë përqa partitë këtu, domthon kisha më u lutje janë krejt deputetët Kosovës që në të flasin drejtësin, një të ndihmojnë qytetarin, për ato e kemi votu, madje dhe vota flet vetëm në fund. Ka ndryshu mendimi për përqindje apo jo? Jo, asnjëherë, sepse mendoj se shkon 80% nëse nuk ja vjedhin votat. Jam optimist për kjo. 80% edhe më shumë. Sepse pas lufte e kënej votat janë vjedhë, janë keq përdorur. Çdo herë. Nacie veçantë, respekt. Zoti ju rujtë edhe ju. Tong mirë pashëm.